ndër gratë pionere kudo që ka shkelur të çdo vend ku ka hyrë ka lënë më të frymëzuar dhe më të fuqishëm se ka gjetur. Linda Shala, faleminderit që na bashkove sot në Kosova Gjë Podcast. Faleminderit Ili për ftesën dhe për këtë fjalë. Temperamenti ka qenë që ashtu që prej fëminis, kom recitu, kom vallëzu, punën e parë nuk më ka shti kërkush në punë, do me thonë e kom siguru realisht vetë. Mandej keni pas një rol shumë të rëndësishëm në radio televizionin e Kosovës. Jam një kontribuse e vogël në vuarjen e themelit të radio televizionit Kosovës. Edhe unë e përfundoj mas një banaku me shit produktet kozmetikës. Gjeneratën e re. Unë menoj që jam fantastik.